Avokat ministri i jashtëm i Shqipërisë ishte në Greqi. Si e cilësoni këtë vizitë? Nuk di kur vajti, çfarë u bisedua dhe kur erdhi. S'kam informacion, sepse unë kanale televizive nuk i shikoj. Në portal, pash diçka që më troqe vëmendjen tek pamfleti, i cili pas ka biseduar me atë Gjera Petritin dhe pas ka folu greqisht. Ofendim më të madh, fyeri më të madhe që më bëhet mua dhe gjuhës shqipe nuk besoj se do ketë. Të tërë politikanët tanë, të pa fytyrë, të pa skrupull, të pa cip, të pa karakter, të pa moral, të pa gjak në faqe, vend në Greqi dhe i nënshtrojnë dëshirave dhe egove të politikanëve grek. Unë nuk i kuptoj këta politikanët tanë, çfarë janë? Kë përfaqësonte ministri jonë i jashtëm në Greqi? Përfaqësonte në një komunë të Greqisë, në një ishull, apo përfaqësonte shtetin shqiptar? Prandaj thash janë të pa cip, të pa moral, të pa edukat, të pa karakter, të pa sedër kombëtare, i kanë të tëra të zezat mbi vete. Dhe pak janë këto që u them, se më shumë nuk mund të them për arsye etike. Avokat, ministri i jashtëm grek kishte thënë që Igli Hasani ka origjinë greke. A mos është në një shashk apo në një nga që foli greqisht? Kishte thënë ministri i jashtëm grek apo kishte pranuar Igli Hasani? Kishte thënë ministri i jashtëm grek. Po Igli Hasani çfarë tha? Igli Hasani çfarë tha? Nuk ishte aty kur e foli, ai kishte thënë në një ndër mediat greke. Në moment, Igli Hasani nëse nuk ka mëm greke, himariote, sikurse kishte ai, që e quajnë himarën greke, pra Igli Hasani atje ka vajtur të thot atyre të konfirmoj dëshirën e tyre dhe të Sali Berishës dhe të Edi Ramës që himara është minoritet grek. Kjo është radhëtia që ka bërë ministri i jashtëm. Kjo është radhëtia që ka e bërë zoti ministri i jashtëm. Turp të kesh. Turp të kesh, po të them prapë, që shkoj dhe flet greqisht në Greqi. Ke një gjuhë, nëse di, nëse nuk je Elifi Matrak, po je ministri i jashtëm që unë nuk e di nga të gjetën ty të bën ministri i jashtëm, se u shuan diplomatët e karrierës për t'i bërë ministri i jashtëm, po vajtë një gjetën ty, megjithatë mirë bën që të gjetën se i din ata vlerat e tua, që për mua s'ke. Problemi është çdo që vetë flet greqisht atë pse na fyen. Kë përfaqëson ti zotëri? Ç'bëhet kështu më zoti gazetar, ç'bëhet kështu më sjore na ulin kaq poshtë neve këta. Borxhu kemi? Avokat, pse nuk ka ende një marrëveshje lidhur me detin mes Shqipërisë dhe Se nuk do Greqia dhe nuk duan shqiptarë, nuk do Edi Rama, u ka shitur Edi Rama me Sali Berisha nore. Ore, grekët e konsiderojnë pjesë të tyre atë territor. Ne s'kemi as ushtri, as armatim, as anje lufte, as nëndece, as avion, me çfarë do ta mbrojmë? Nga të dhënat që ka mund, burimet e mia, më shtën që atje kanë vajtur kanë bërë kërkime në det, grekët, në zonën tonë. Janë futur në zonën tonë? Po, dhe kanë bërë kërkime, dhe s'u thot njëri gjë. Sepse me atë marrëveshje që u dha Sali Berisha atyre në 2009, bashkë me Lulushin, që firmosën marrëveshjen me Dora Bakojanin, kufiri atyre vjen deri 3 milje përpara në himar. Kështu që ata e konsiderojnë të kryer atë marrëveshje zotëri, na kanë shitur. Kam nderin të them qytetarëve shqiptarë dhe juve, kanalit tuaj dhe shikuesve tuaj, që unë atë marrëveshje e kam denoncuar në 2009 me shkrimin deri ku do vi kufiri me Shqipërinë, me Greqinë, zoti kryeministri. Jam drejtuar Sali Berishës. Dhe kam vërtetuar, katërcipërisht, ka folur i pari, që ato zonë grekët e duan se ka naftë në shelf mindetar. Avokat, si shpjegohet që edhe pse
ende ligji me Greqinë është në fuqi, edhe pse kemi pasur shumë deklarata nga ana greke lidhur me Shqipërinë, pra deklarata të tipit të pushtues, po themi, që Himar është e jona, Sarand është e jona, edhe ne prapë vazhdojmë edhe mbajmë një raport si pule lagur. Po ne kështu jemi se ne nuk kemi politikanat detar. Ne kemi politikanë të vendosur nga Soros. Ne kemi politikanë të vendosur nga Londra. Nga Londra, e cila e ndau, e coptoi Shqipërinë dhe i dha gjysmën e territorit të Shqipërisë komplet çamërin, dhe këta i nënshtrojnë atij diktati, marrin urdhrat nga Londra, zotëri. Marrin urdhrat nga Sorosi, marrin urdhra nga masonët dhe nga iluminatit, të cilët janë armiqtë e betuar të kombit tonë. Prandaj këta rrinë si pula para atyre. Prandaj këta nuk thonë asnjë gjysmë fjale. Këta janë yes men. Mjafton të jenë në pushtet dhe yes men. Domethënë, tradhtar më të pështirë, po përdor fjalën të pështirë, se këta që janë në politikën shqiptare sot, ne nuk kemi parë ndonjëherë. Këta si kam dëgjuar asnjëherë të flasin për Ismail Qemalin, asnjë politikan shqiptar. Asnjë person që merret me politikën dhe me çështjet shqiptare. Asnjëherë s'kan folur për Ismail Qemalin. Pse? Sepse nuk do Greku, sepse nuk do Sorosi, sepse nuk do Iluminati, sepse nuk duan masonët, sepse nuk duan armiqtë e betuar të kombit tonë. Por për inat të atyre Shqipëria do bëhet. Avokat, ministri joni i mbrojtjes ka deklaruar në një nga media televizive që së shpejti Shqipëria do blej 2 avion për emergjenca dhe për si avion luftarak. Nga kush? Nga kush? Ku do i blej? Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajm i gëzuar është për mua. A mjaftojnë 2 avion? Jo, nuk mjaftojnë 2. Ne na duhen minimumi 60-70 avion. Kemi pasur 130. Por ne kemi nevojë imediate hapjen e shkollës aviacionit në Vlorë. Gjë të cilën mësova që ka vendosur këto ditë për të filluar shkolla e aviacionit dhe shkolla e marinës. Pra, të përgatiten kuadrët dhe oficerët dhe ushtarët tanë për këto lloj armësh. Se sa do bëhet, nuk e di. Di që është nevojë imediate që ne të kemi avionët tanë. Pse shkojmë larg? Kanë çuar për skrap MiG-21 që është në punë në disa shtete të botës. MiG-19 dhe 17. Këto 3 tipe avionësh janë në punë, zotëri. Qeveritë tona tradhtare, kuislinge, të pa fytyrë, të pa sedër, të pa cik, të pa gjak, i kthyen në skrap. Këto unë se duroj dot, po s'kam të bëj, jam një.